Prej më shumë se 3 javësh, një biznes i njohur dhe me reputacion në qytetin e Vlorës përballet me një situatë të pazakonte shqetësuese në doganën e Vlorës, ku një sasi malli i ardhur nga Greqia vjon të mbahet e bllokuar, pavarësisht se sipas përfaqësuesve të biznesit, dokumentacioni është i rregullt dhe procedurat doganore janë ndjekur në përputhje të plot me ligjin. Ngjarja konsiderohet një precedent i rrezikshëm në një kohë kur vetë qeveria shqiptare deklaron vazhdimisht se prioritet mbetet lehtësimi i procedurave për biznesin vendas dhe ulja e burokracive administrative. Në këtë rast, sipas burimeve pranë subjektit tregtar, jo vetëm që procedurat nuk janë lehtësuar, por biznesi po përballet me pengesa të pajustifikuara që po i shkaktojnë dëme ekonomike të konsiderueshme. Sipas burimeve për televizionin 6+1 Vlora, malli i ardhur nga Greqia ka mbetur prej javësh në automjetet e vet biznesit për shkak se magazinat doganore nuk janë më në dispozicion, pasi janë prishur për të shërbyer oligarkëve të Tiranës. Përfaqësues të biznesit pretendojnë se situata është bërë edhe më absurde nga fakti se dogana e Vlorës ka prishur magazinat doganore ekzistuese, duke krijuar vështirësi të mëdha për subjektet tregtare që operojnë në qytet. Burime pranë biznesit bëjnë me dije se të gjitha faturat, deklaratat doganore dhe dokumentet shoqëruese janë të rregullta dhe se nuk ekziston asnjë parregullsi në vlerën apo origjinën e mallit. Megjithatë, pavarësisht kësaj, zhbllokimi i ngarkesës nuk është realizuar ende. Ajo që bën edhe më të rëndë këtë situatë është argumenti që është dhënë nga drejtues të doganës së Vlorës. I njëjti mall importohet edhe nga një kompani oligarke nga Tirana, çka po krijon një trajtim preferencial në dëm të biznesit vlonjat. Ky pretendim ka ngritur pikpyetje serioze mbi mënyrën se si po funksionon administrata doganore e Vlorës, që po ushtron presion ndaj biznesit vendas për interesat të caktuara të oligarkëve nga Tirana. Përfaqësues të biznesit e konsiderojnë këtë një padrejtësi të hapur dhe një goditje ndaj sipërmarrjeve të ndershme që prej vitesh operojnë korrektësisht në treg. Të kontaktuar nga televizioni 6+1 Vlora, drejtues të doganës së Vlorës nuk kanë pranuar të japin një prononcim zyrtar për këtë çështje. Megjithatë, sipas burimeve, ata janë shprehur jo zyrtarisht se urdhri vjen nga lart, pas specifikuar se cilët janë autoritetet që kanë kërkuar bllokimin e mallit. Kjo është institucionale vetëm sa ka shtuar dyshimet dhe pakënaqësitë e biznesit vendas, i cili kërkon transparencë dhe trajtim të barabartë përpara ligjit. Përfaqësues të sipërmarrjes vlonjate shprehen se është e papranueshme që një biznes korrekt të mbahet peng për javë të tëra, ndërsa institucionet refuzojnë të japin sqarime publike. Ndërkohë, dëmet ekonomike për subjektin tregtar vijojnë të shtohen çdo ditë. Përveç kostove të qëndrimit të mjeteve të transportit, biznesi po përballet edhe me vonesa në furnizim. Situata rrezikon të ndikojë drejt për drejt te aktiviteti i përditshëm i kompanisë. Bizneset në Vlorë kërkojnë që institucionet të mos bëhen pengesë për zhvillimin ekonomik të qytetit, por garant të konkurrencës së ndershme dhe respektimit të ligjit. Tashmë mbetet për të parë nëse institucionet përgjegjëse do të reagojnë për të dhënë shpjegime mbi këtë situatë dhe për të zgjidhur një problem që po konsiderohet nga komuniteti i biznesit si një rast flagrant i trajtimit të pabarabartë dhe i favorizimit të interesave të mëdha ekonomike në dëm të sipërmarrjes lokale të ndershme.